Gjithmonë ka qenë parti në pushtet dhe gjithmonë ka qenë oligarkët, unë jo më koti kam qytë oligarkë partije, të vendosur nga partia, dhe oligarkë të cilët gjithmonë kanë qenë financuesit të politikës shqiptare dhe që kanë vendosur në politikën shqiptare. Sot, ndoshta bëhet se gurguleja apo e keqe nuk vjen brenda ditës, po vjen hapasapi dhe në politikë, sidomos në politikë vjen gjithmonë hapasapi, dhe po të shohim të gjitha oligarkë që sot janë të Ramës, dikur kanë qenë në Berishës, Partisë Demokratike. Financuesit të Partisë Demokratike, të cilët financojnë dhe financojnë në të dyja krahët. Kjo është e vërtetë që thotë Nali, që financojnë nga të dyja krahët. Dikujt më pak apo dikujt më shumë nuk ka rëndësi, po të dyja financojnë politikën për ta pasur politikën nën kontroll. Pra kushdo që të fitojë, për ta nuk ka rëndësi se kush fiton, për ta ka rëndësi që të vazhdojmë dhe të jemi oligarkët e partisë. Dhe po t'i vini re, në të gjithë ato që kanë dalë deri më sot, janë të gjithë këta oligarkë të cilët çuditërisht vesh i vetmi vend në Shqipëri që ndodh që brenda 30 vjetësh ti të bëhesh miliarder, të bëhesh milioner, nuk di se si, por janë të vendosura nga partia, nuk është se janë vendosura, këta janë klanet. Unë ja u kam deklaruar që 3 klanë udhëheqin në Shqipërinë. Klani i Sikapos, klani i Enver Hoxhës dhe klani i Armizelis. Dhe në këtë kuadër vazhdojmë akoma. Dhe të përmbledhur të gjithë në një fjalë të vetme, themi i është klani Sorosit që komandon politikën shqiptare për 30 vjetë. Kështu që nuk më bën përshtypje që dalin emrat e këtyre oligarkëve dhe emrat e këtyre politikanëve. Duhet dini një gjë, pas çdo oligarku, ta kuptoj çdo njeri drejt, pas çdo oligarku është një politikan. Dhe kur them një politikan, është një politikan që ka peshë, jo një politikan i cili nuk ka ndonjë influencë të madhe.